Prefektura e Qarkut Korçës bën me di se deri në orën 9 të datës 26 nëntor nuk janë raportuar problematika të reja në territor nga strukturat përgjegjëse. Situata konsiderohet e qëndrueshme, ndërsa grupet e punës vazhdojnë ndërhyrjet për normalizimin e plotë të zonave të prekura nga rreshtit e ditëve të fundit. Sipas njoftimit, në disa zona ka vjuar puna me ekskavator dhe fadroma për forcimin e argjinaturave, pastrimin e kanaleve dhe hapjen e rrugëve, ku janë evidentuar rrshqitje dherash. Po ashtu vijnë punët në disa ura e segmente rrugore që kanë kërkuar ndërhyrje emergjente. Në zonën e Lumit e Voll janë stacionuar inerte për forcimin e argjinaturës, ndërsa pas përfundimit të testimit të një prej segmenteve rrugore, pritet të nisë transporti i materialeve drejt zonës ku është konstatuar çarja. Sa i përket kufizimit me energji elektrike, OSHE njofton se të gjithë fiderat janë funksional dhe furnizimi për abonentët është normal. Institucionet lokale mbeten në gatishmëri edhe në komunikim të vazhdueshëm për çdo zhvillim të mundshëm në territor.